Në institucionin Avokatit të Popullit krijohet për herë të parë Bordi Këshillimor për të Drejtat e Njerëzit. Ky bord ka si pjesëmarrës përfaqësues të shoqërisë civile dhe qëllimi është që së bashku të përcjellën rekomandimet apo të drejtohen institucioneve të drejtësisë si gjykatës kushtetuese për fenomene sociale apo duke denoncuar raste të shkeljeve të drejtave të njerëzit, ku në fokus janë grupet vulnerabël dhe të drejtat e fëmijëve. Së pari dhe më e rëndësishmja është parimi i pavarësisë. I pavarësisë të Avokatit Popullit nga ju, nga ky bord, dhe i pavarësisë tuaj nga ne. Pra kjo do tjetë e gjitha. Elementi dytë i rëndësishëm i këtij bordi, sipas mendimit ton, është pluralizmi. Pluralizmi i ideve, i bindjeve, i opinioneve, nga më të ndryshmet që mund të gëzojnë antarët e këtij bordi, por dhe pluralizmi gjeografik. Kemi mundësi të ndajmë me njëri tjetrin opinionet dhe shqetësimet, dhe pastaja në mënyrë të organizuar, pasi janë pjekur ide dhe qëndrimet, t'ju paraqiten juve. Të gjithë së bashku me Avokatin e Popullit apo me institucionin e tij, ne mundet që të sjellim dhe të bëjmë atë që quhet shqetësim apo zë qytetar. Avokati kërkoi nga të gjithë pjesëmarrësit pavarësi dhe liri shprehje. Ky bord përbëhet nga 20 deri në 25 antar dhe i përfaqësuesit do të jenë me rotacion për një kohë zgjatje të caktuar në detyrë. Dinamikës optimiste të gjithë